Cilat janë pritshmëritë tua në të ardhmen? Do të thonë çfarë pret pas premierës, pas përshtypjeve që ke marrë për Aroma e Trëndafilit të Kuq? Unë do them diçka, unë kam dëshirë që të kontribuoj në kinematografinë shqiptare. Jam shumë patriot, po e them, ndoshta tani njerëzit edhe mund të qeshin se thotë ky jeton jashtë, më pëlqen vendi im. Në fillim e shikoja lumturinë gjeografikisht, por kur arrin në një moshë që kupton që bari është jeshile në vendin tënd nëse kujdesesh për atë. Dhe unë kam dëshirë të kontribuoj në kinematografinë shqiptare. Ne kemi pak mangësi sepse na mungon larmishmëria në kinematografinë shqiptare. Ne akoma nuk I kemi cekur ca zhanra. Për shembull, çfarë nuk kemi cekur? Po, nuk I kemi cekur zhanrin suspense, thrillerin, horrorin, musical comedy. Më thuaj kur është era e fundit që ju keni parë një musical comedy në nivelin e Mamma Mias, ne nuk e kemi parë. Film jo, po shfaqje teatrore ka pasur. Dakor, po flasim në kinematografi. Siç ka qenë filmi Bujar Kapexhiut edhe kështu dhe ashtu që unë e shoh edhe tani që e kam parë mbi 10 herë, e shoh me shumë kënaqësi. Po filmat biografik ne na mungon, pra ne duhet të cekim të gjitha nga pak, duhet të sillen larmishmëri, sepse për fat keq ne fokusohemi o tek komunizmi o tek filmat aksion me vrasje, me gjakmarrje, me me gjëra. Pra me ca tema lokale që ndoshta nuk I japim dhe mundësitë e filmit shqiptar të prek audiencën. Pikërisht të kap dhe audiencën e huaj që dhe ata të kuptojnë realitetin, se jo të gjithë e kuptojnë realitetin që kuptojmë ne. Po nuk e di pse unë besoj, po ky është qëndrim tërësisht personal I imi që ne po përpiqemi të shkojmë drejt produksioneve ndërkombëtare, po e bëjmë në mënyrën e gabuar, domethënë ja po e përmend një rast, që janë këto mafia shqiptare, veshur me taka që shkojnë. Domethënë janë ca skenarë që duken të çuditshëm dhe nuk I qëndrojnë realitetit shqiptar. Këtë pjesë do të duket sikur ti po thuaj që ne duam të shkojmë duke kapur sensacion në atë kinema ndërkombëtare, po jo më shumë se sa thjesht një sensacion sipërfaqësor. Nuk flasim për të gjithë filmat, që të jemi të qartë. Ka produksione të mira, ka njerëz që lodhen dhe bëjnë vërtet punë të mirë dhe janë për të duar trokitur, por ama është edhe ky fenomen. Po të kuptojmë dhe diçka, nuk duhet gjykuar, po duhen suportuar sepse ashtu e percepton ai artin, ashtu e koncepton ai. Arti është perceptim personal. Dhe unë nuk mund të gjykoj askënd, po mund të them kështu, nëse ai e bën me kaq mundësi sa ka dhe kështu si e koncepton, ndoshta unë mund ta sjell më mirë. Pra është vështirë si të thuash që ti gjykojmë, ne duhet të suportojmë dhe për aq duhet të falenderojmë që mbajnë gjallë filmin shqiptar, sepse sa prodhime bëhen në vit, rreth 3-4 filma besoj xhirime, nuk besoj se bëhen më shumë. Për numërojnë me gishta, nuk është. Gjatë viteve të fundit ka pasur një rritje goxha të mirë të kinematografisë shqiptare. Po më shumë kanë ardhur nga jashtë kanë xhiruar, po them vendas që jetojnë këtu dhe xhirojnë, sepse janë kthyer nga jashtë dhe shumica kanë xhiruar. Po gjithashtu ne kemi dhe diçka që ne duhet ta cekim, është sepse ne na mungon prodhimi Lenda e parë, I cili është skenari. Nuk e di, unë lexoj dhe autor shqiptar sepse shkruaj vetë, nuk shoh ndonjë roman të jetë në mirëfill të jetë në nivelin e Nicholas Spark, që unë ta marr, ta lexoj, të frymëzohem dhe ta përcjell të frymëzim, ta hedh në skenar, sepse nëse romani është aq I mirë sa ty të frymëzon të godet këtu, dhe ti e hedh e përcjell në skenar, po dhe e përcjell tek kolegët e tu, tek aktorët me radhë. Pra nuk e di, na mungon kjo, na mungojnë skenaristët e mirë. Në fakt, pjesa për mungesën e skenaristëve të mirë është një prej gjërave që ne kemi dëgjuar më shpesh në studion e Kinotekës nga regjizor apo njerëz të artit. Interesante sepse flasim shumë për regjizor, por ja për shembull erdhi rasti të flasim dhe me sa di unë për herë të parë po e trajtojmë si çështje skenarin. Po përveç skenarit është sepse është zinxhir. Skenari kalon dhe tek aktrimi, ti ke aktore që nuk janë eksploruar në për zhanre të ndryshme. Sepse do marrësh një aktor dhe ajo nuk e ka patur mundësinë ta luajë këtë zhanr. Pra, si thua, gjithçka funksionon zinxhir. Pra ne na duhet të rikthehen skenaristët. Ku janë ata prozatorët e mirë, prozatorët e mirëfill që të na frymëzojnë. Kjo besoj është ngërçi tek kinematografia shqiptare.